Luna Mari, vajza e këngëtarit Luis Ailey dhe moderatores Kiara Tito festoi një vjetorin e lindjes në 30 prill. Prindërit e vogëlushes organizuan një festë madhështore, ku të pranishëm ishin familjarët e çiftit, miq e të afërm si dhe personazhe të njohur të ekranit. Luisi ka treguar së fundmi se ai ka realizuar një këngë për bebushen Luna Mari. Këngëtari e ka publikuar sot këngën të titulluar Luna Shpirti im në faqen e tij në Instagram. Kur të rritesh dhe ta dëgjosh këtë këngë dije se baba jot s'ka pas kur diçka më të shtrenjtë se ti je jetë je me Luna Mari, thot Luisi në nisje të këngës.